Një grevë 18 ditore afërt në gigantin e çipave të Koresë së Jugut Samsung ka shkaktuar shqetësime brenda qeverisë, ka tronditur investitorët e huaj dhe ka kërcënuar zinxhirët global të furnizimit. Më shumë se 45.000 punëtor po kërcënojnë të organizojnë grevën më të madhe në historinë e konglomeratit nga 21 maj, duke zvogëluar prodhimin e çipave që janë komponent thelbësor në qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale, telefonat inteligjent dhe laptopët. Samsung dhe sindikata po përpiqen të gjejnë një kompromis mbi pagesat e bonuseve. Kompania që ka përfituar vlera të mëdha nga kërkesa globale për çipe planifikon të ofrojë bonuse bujare për 27.000 punonjës të çipave, që janë të paktën 6 herë më shumë se sa punonjësve të tjerë. Sindikata argumenton se 23.000 punonjësit e tjerë të firmës, përgjegjës për prodhimin e çipave të inteligjencës artificiale për Teslën dhe Nvidian, të cilët shpesh punojnë në të njëjtat ndërtesa me kolegët e tyre, nuk duhet të lihen pas dore. Diskutimet e brendshme që tregojnë fërkime midis divizioneve të kompanisë dhe largimeve të punonjësve nuk janë raportuar më parë. JP Morgan vlerësoi se greva mund të ndikojë në fitimin operativ të Samsung me 14 deri në 20 miliard dollar. Bumi i inteligjencës artificiale ka bërë që divizionet e kompanisë të jenë jashtëzakonisht të pabarabarta në fitimprurje. Samsung është prodhuesi kryesor i çipave të memorjes në botë për ngashitjet, por prodhon gjithashtu televizor dhe telefona inteligjent. Problemet janë pjesërisht të veçshkaktuara nga kompania, tha në mediat sociale kryetari i një grupi korean të qeverisjes korporative. Ai tha se lëvizja e Samsung për të bashkuar bizneset të ndryshme krijoi një strukturë komplekse biznesi që rezulton në një zbritje vlerësimi, ndërkohë që shkakton konflikte interesi dhe kufizon mundësitë e biznesit. Samsung duhet të mundësoj fabrikave të bëhen të pavarura, shtoi ai.